Mbi 30 herë, e gati 2 muaj, kemi pa partitë opozitare teksa refuzojnë të marrin pjesë në votim, pra refuzojnë të kryejnë detyrimin e tyre kushtetues, nën pretekstin që gjaja votimi i fsheht për kryetaren e kuvendit na qenë ka antikushtetues. Ne tashmë të gjithë e kemi lexuar, s'paku se kemi pasur mundësinë, kushdo që ka dashur ta lexoj aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, i cili në asnjë pikë të vetme, madje në asnjë pikë të vetme, asnjë paragraf, se lere më në konstatim, nuk e thot një gjë të tillë. Pra votimi i fshehtë përkundrazi në paragrafin 141 dhe në paragrafin 180 të aktgjykimit të ri të publikuar gjykatës kushtetuese e thekson që deputetët pra mund të votojnë në mënyrë të hapur apo të fshehtë për kryetarin e kuvendit, mund votojnë për, kundër ose abstenim, mirë po gjithashtu thot që është detyrimi secili deputet të jetë prezent dhe të marrë pjesë në votim. Ata që shkelën kushtetutën realisht, ishin vetë deputetët e opozitës duke mos marrë fare pjesë në votim. Pra shkelësit e vetëm të kushtetutës edhe në këtë seancë dhe tani më të konfirmuar